Të paktën 326 palestinez, përfshirë gra dhe fëmijë, janë vrarë nga bombardimi i Izraelit të martën. Vetëm nga bombardimi në qytetin Rafah të Gazës janë vrarë 17 anëtar të një familjeje, përfshirë 12 gra dhe fëmijë. Spitali Evropian në Gaza, që ka tërhequr trupat, ka njoftuar se 5 fëmijë janë vrarë bashkë me prindërit, ndërkaq një baba është vrarë me 3 fëmijët e tij. Bombardimi befasishëm ka prishur anëpushimjen e arritur në janar dhe ka kërcënuar vazhdimin e luftës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar sulmin pasi Hamasi refuzoi të përmbushte kërkesat e Izraelit për të ndryshuar marrëveshjen e anëpushimit. Mirëpo një zyrtar i Hamasit ka paralajmëruar se vendimi i Netanyahut për të nisur luftën është një farë dënimi me vdekje për pengjet që kanë mbetur. Hamasi ka akuzuar se Netanyahu ka nisur sulmet për të mbajtur pushtetin pas kritikave për mënyrën e menaxhimit të situatës me pengjet. Zyrtarët kanë thënë se operacioni do të zgjerohet, ndërkaq Shtëpia e Bardhë ka deklaruar për krahin për veprimet e Izraelit. Pasi është arritur anëpushimi, palestinezët kishin filluar të ktheheshin nëpër shtëpitë e tyre dhe ashtu të bëra rrafsh me tokë nga bombardimet. Ata u kthyen me shpresën se lufta tashmë ishte ndalur, por vetëm një muaj më vonë, Izraeli ka nisur sulmet dhe ka deklaruar se tani e tutje do të veprojë me forcë çdo herë më të madhe ndaj Hamasit. Sulmi i kryer gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit mund të përkeqësojë edhe më shumë situatën në Gaza. Deri në muajin janar nga lufta 15 muajshe janë vrarë 47.000 palestinez, prej tyre 18.000 fëmijë, thuaj në një raport të Al Jazeeras. Ndërkaq sulmi së martës ka nxitur dyshimet për fatin e më shumë se 20 pengjeve izraelite që po mbahen nga Hamasi. Ata dyshohet se janë ende gjallë.